Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka publikuar një video që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, duke sjellë buzëqeshje dhe emocione tek mijëra ndjekës. Në pamje shfaqet bebushja e tij e vogël, Luna Mari, e cila ecën dhe vrapon plot gëzim në një sallë lojërash, e veshur me një palë rroba roz që e bëjnë të duket si një kukull e vogël. Vogëlushja shihet e lumtur, plot jetë dhe me një siguri që të bën ta admirosh, një imazh që çdo prind do ta kishte ëndër. Luizi, i cili njihet për lidhjen e tij të veçantë me familjen, duket se edhe këtë herë ka dashur të ndajë një moment të thjeshtë, por me shumë dashuri. Videoja është pritur me një reagim të jashtëzakonshëm nga fansat, të cilët kanë shpërthyer me zemra e komente dashurie. Engjëlli më i bukur, sa është rritur Luna, ngjan me mamin, janë disa nga komentet që kanë vërshuar në postim. Prej kohësh, publiku është mësuar ta shohë Luiz Elin si artist, këngëtar, prezantues dhe tashmë edhe aktor, por roli që ai luan më mirë është padyshim ai i babait. Dashuria që ai dhe Kiara ndajnë për vajzën e tyre Luna Mari është kthyer në një simbol të një familjeje të thjeshtë, por të mbushur me ngrohtësi e dashuri të sinqertë. Videoja e Lunës vjen në një periudhë kur Luizi dhe Kiara janë të angazhuar me xhirimet e filmit të tyre të parë, por pavarësisht orareve të ngarkuara, ata gjejnë gjithmonë kohë për vogëlushën e tyre. Kjo e bën momentin edhe më të veçantë, pasi tregon se për ta, familja mbetet gjithmonë përparësi. Në fund të videos, shikuesit nuk mund të mos buzëqeshin teksa shihnin Lunën që ecën e qeshë e lirshme, duke shpërndar një gëzim të pastër fëmijëror. Me energjinë dhe ëmbëlsinë e saj, ajo po rritet përpara syve të gjithëve dhe po kthehet në një yll të vogël që ndriçon çdo ditë të Luizit dhe Kiarës. Ky moment i thjeshtë, por plot dashuri, është edhe një dëshmi tjetër e mënyrës se si Luizi dhe Kiara po rrisin vajzën e tyre në një mjedis të mbushur me dashuri, harmoni dhe kujdes. Ata nuk e fshehin gëzimin që Luna u sjell në çdo ditë të jetës së tyre, dhe ndjekësit duket se e ndjejnë këtë përmes çdo videoje apo fotoje që çifti publikon. Çdo buzëqeshje e Lunës është si një rrezë drite që reflekton ngrohtësinë e familjes Eli, duke treguar se pavarësisht suksesit e famës, dashuria dhe familja janë thesaret më të mëdha që ata kanë.